Një tjetër lajm Arbër që ka qarkulluar këto ditë, nëse ti nuk i sheh rrjetet sociale, që ka bërë xhiron e rrjetit, që vjen nga trotuari. Çka ka ndodhur? Do të gjithmonë diçka në trotuar. Kësaj radhe për shembull ishte një temë. Për shembull Xheneta, e cila është gjithmonë pjesë tek diell dhe trotuari. I drejtohet një vajze tjetër që ishte në panel, që i ke shkruar një djali që unë po njihja, pse bën si moraliste, i ke shkruar ishit kur ishit, le të themi njohjes. I ke shkruar, komunikoje me të dhe këtu vjen bën moraliste në biseda kështu gocash live. Çfarë ndodhi pastaj? Dhe i gjithë problemi ishte të gjenim se kush ishte ky. Domethënë ishi se as kjo vajza Sara vet nuk po bënte lidhjen se kujt i referoi, nuk u zbulua. Sara kush ishte tjetra? Nuk e di, Sara quhej, ishte aty. Pastaj u bë një situatë shumë e sikletshme, si gjithmonë, po sulmoheshin me stil njëra me tjetrën, pse shet moral ti, pse shet ti, nga këto muhabete u bëre ti. Po thelbi i bisedës ishte që pse ti i shkruan dikujt që e di që është i lidhur. Edhe çështja është mund të jetë dhe temë shumë interesante për të trajtuar kjo, për shembull. Ty të ka ndodhur të shkruash. Se bëri gjithë diskutim koti apo këtë Johan Bejo dhe ke parë. Dikujt që ka qenë e lidhur. Për të dalë kjo pyetje. Jo, është pyetje shumë genuine, domethënë shumë spontane. Unë mendoj që ai që është fri nuk është se duhet përkupohet shumë a është i lidhur apo i pa lidhur tjetri. Domethënë ai i përgjigjet pasaj, ai ka në dorë ta kanalizojë situatën. Ai e bën balancën, ta kanalizojë situatën aty ku duhet. Nëse do ta mbaj diskutimin dhe temi vazhdimin e vazhdon, nëse e do ta mbyll. Pra nuk mund të qaj hallet ai që është fri në fund ditës se çfarë hallesh e sikletash kanë të tjerët. Mendoj unë tani. Ti kështu. Interesant ky këndvështrim. Po me sa kam vënë re tek diskutimet apo temat që shtrohen tek trotuari dhe përfshirja e panelit që është aty, ka shumë ishe që qarkullojnë. Si me thënë, më shumë përmendjen isha se mendime. Tashi popullsia është zogluar nga 3 milion banor, duket se kemi përfunduar një pikë ca. Kështu që ata që janë treg nuk është se janë të shumë. Domethënë nga rrotullohesh dhe do kesh. Rrotullohet brenda kësaj merkatoje të vazhdueshme. Kështu që nuk është një çudi e madhe edhe kjo gjë që qarkullojnë po të njëjtit isha. Është tipike e vende të vogla si jemi ne Tirana dhe Shqipëria në tërësi. Pra ky lajmi që ka qarkulluar lidhet drejt për së drejt me një mendim shumë të thellë nga kjo studio, që përgjegjësinë e mban ai që kthen përgjigje. Po kështu jo ai që shkruan. Shumë kështu është, besoj. Sipas Arbër të psikoanalisti psikoanalisti, po. Tani do të kalojmë tek një tjetër marrëdhënie, e cila po ashtu është diskutuar gjatë, po flas për mediat shqiptare, të cilat pasqyruan një lajm që ka të bëjë me një çift shqiptar të famshëm, edhe jo vetëm në Shqipëri, po me sa duket tashmë edhe në Australi, po flas për Elvis Pupën dhe Belina Pupën. Të gjithë i kemi lexuar portalet. Pushtuan rrjetet, lajmet, ishte krye fjalë me çdo portali dhe themi në gjithë këto ditë, kështu që nuk ka patur reagim nga të dy. Ka pasur një zhvillim, po. Nga të dyja palët, Elvis Pupa ka thënë unë gjendem në Shqipëri, situata nuk është ashtu siç e pasqyrojnë mediat, dashakeqe. Dhe Belina po ashtu ka thënë që është një çështje që po shqyrtohet dhe nuk mund t'jap një përgjigje konkrete se çfarë po ndodh. Pra ka diçka të vërtet në gjithë këtë. Po hetohet. Po ka thënë saktësisht që shtëpia është dhënë me qira dikujt tjetri, kështu që normalisht kur hetohet, teorikisht nuk duhet të mbaj përgjegjësi. Ajo që unë doja të qartësoja për të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio, deklaratat e të dyve kishin të bënin me një abuzim të lajmit, por si gazetare që jam, u futa, u lumtova dhe kërkova tek mediat australiane, të cilat e kishin pasqyruar pikërisht ashtu sikurse edhe mediat shqiptare. Pra thjesht kanë bërë përkthimin nga mediat australiane se ne
nuk ishim se nga ta dinim këtë informacion. Mediat australiane po ashtu kishin shkruar që Belina ka aktivitetin e saj si psikologe dhe influencere midis Australisë dhe Shqipërisë dhe po hetohet, pra është arrestuar në lidhje me këtë çështje dhe po hetohet ndërsa partneri i saj është larguar, që do thotë ky lajm është i saktë sepse visi me sa duket ndodhet në Shqipëri. Nuk e di, a është larguar sa i përket kësaj çështjeje apo ka qenë më përpara. Këtu ishte pjesa që visi thotë që ka mbi 1 muaj që është në Shqipëri, kështu që nuk është se larguar pikërisht nga kjo situatë. Mediat serioze në Shqipëri, se dua ta saktësoj këtë, madje kanë cituar edhe burimin edhe median australiane, prej se cilës kanë marrë këtë lajmin. Mbetet për tu parë se si do të shkojë kjo çështje, por sigurisht që do të merrte vëmendje sepse edhe visi dhe Belina janë dy personazhe jo vetëm të njohur, por edhe të dashur në Shqipëri, kështu që do të shkruaj patjetër për ta. Urojmë që të zgjidhet sa më mirë të jetë mundur për të dy. Kështu që mediat duhet të vazhdojnë ta bëjnë më së miri punën e tyre dhe kanë respektin tim maksimal të gjitha ato media të cilat citojnë burimet edhe që patjetër mediat amplifikojnë çdo gjë dhe nuk abuzojnë. Kjo patjetër që dihet dhe kuptohet, por është një situatë që patjetër që është e pritshme që do përflite. Domethënë kushdo nuk është më vetëm tek ky çift saktësisht, por kushdo që të ishte dhe është personazh publik, patjetër që do bëj qimjatra në çdo lloj situate. Po edhe nëse nuk do të ishin publik, besoj nëse bëhet fjalë për shqiptar, po sidomos se arrestohet shqiptari në po sidomos ajo është pasaj një lajm që dëgjojmë shpesh. Do pasqyrohej janë personazhe publik, patjetër që amplifikohet edhe më shumë situata, gjithsesi duhet të pritur le të themi për ata me të gjitha, sepse verdikti i gjykatës dhe të qetësohen verdikti final do të jetë ai që pastaj do të jetë lajmi më i rëndësishëm. Okej, ne do të shkëputemi në këtë pjesë të parë të programit për t'i lënë hapësirë redaksisë së lajmeve të Top Albania Radios për t'ju informuar siç duhet dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë me të ftuarin ton me Nik Xhelilaj. Deri atëherë, informoni siç duhet me Top Albania Radion.